Skënderbeu fiton me vështirësi ndeshjen e parë gjysmëfinalet play-offit në voleboll të femrave përballë Pogradecit. Seti i parë është dominuar nga liqenorët duke fituar me rezultatin 23-25. Rivalizues ka qenë seti i dytë, i fituar nga Skënderbeu 25-23. Korçaret kanë fituar rezultatin e tretë dhe të katërt me rezultatet 25-20 dhe 25-17. Kjo ndeshje është fituar nga volebollistët e trajnerit Orlando Koja edhe për atë se Perse ka arritur të shpërndaj mjaft mirë jo vetëm në pozicionin 4 me Begon, por edhe pozicionin 3, pozicion ky që e ka bërë ndryshimin e kësaj ndeshjeje. Pas këtij takimi, trajneri Koja dhe kapitenja Elena Bego kanë pranuar rivalitetin e kësaj ndeshje, por akoma më tej janë shprehur se nuk përjashtohet mundësia që ekipi finalist shkojë në finale pas 3 ndeshjeve. Një derbi vërtet, ndeshje me nivel të lartë nga dy skuadrat. U panë shkëmbime shumë të forta fizike dhe teknike, kështu që voleybolli kënaqshëm dhe fitore e bukur dhe që na vlen. Patjetër një skuadër shumë e formuar, një skuadër që na njeh shumë i lojën sepse ka pasur lojtarë tona më përpara. Dhe derbi u glidor patjetër është derbi. Për mua kjo ishte si finale, jo gjysmëfinale. Shpresoj të zgjidhet gjithçka në Pogradec, por mbetet për tu parë. Trajneri Pogradecit Lisha pas ndeshjes tha se kishte ardhur për të fituar takimin, por Skënderbeu ka më tepër kualitete. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe Paula Gjata, duke lënë për të nënkuptuar se asgjë nuk është mbyllur pas ndeshjes së parë. Na kena ardhur me fitu ndeshje, me ta drejtën e shpirtit. Kena kanë me shumë pak kujdes do të ishte kanë ndeshje. Megjithatë, duhet me i dhënë kredit Korç, është një ekip me shumë eksperiencë, nuk ka marrë kurrë. është një meritë e tyre në fituar ndeshjen e parë, na kena me luajtur Pogradec. Mendojmë që kena më kualifiku. Asnjëherë nuk ikën mundësia për të luajtur një ndeshje të tretë. Ne do luftojmë edhe nëse bëhet, atëherë do të jetë shumë mirë për neve. Ndeshja e dytë gjysmëfinale luhet në Pogradec, në rast barazimit të ndeshjeve takimi i tretë do të luhet në Korç. Mbrëmjen e Sentes në pallatin Tamara Nikola është luajtur ndeshja e parë gjysmëfinale me meshkujve Skënderbeu Tirana. Takimi fituar nga Bardhë Blut me rezultatin 1-3.